Praktisja namaz është për gjinohet më të mëdha në Islam. Një ditë mos më falë, a dini çka i bën tek Allahu xhallahu ala. Një ditë mos më falë namazin, 5 vakte me tikse. Sabahu, dreka, ikindia, akşam yatsiya. A dini çka i bën 5 herë Allahu më thirr ti më thonë njerëz s'kan vakt njerëz. Ha? A kanë mënuar njerëz ashtu? Unë po gjinohet vogla, unë gjinohet vogla që gjinohet shumë, ka mos i bi shembull. Çka të më po gjinohet më jashtë? Namazin. Praktisja namaz është për gjinohet më të mëdha në Islam. Ai të njëri me parë me vendos gishtin në kokën e tij me menuar. U pendu tek Allahu xhallahu ala. Me praktikë këtë rebelim ndaj Zotit vet, me u kthi Allahu xhallahu xhelaluhu atë. Ai që thot mirë më fal gabim e ka. Qysh mirë, po gabim e ka. Nuk ka mirë më fal, bërë që më fal. Lejtë të mire, lëmja që po këtë fjallë se kanë danin këto apë. Kush jim na, krezat dvogla, as bubreca si jem apë. Me gudzim, shkel të, prek të, ajtë tira të falë, s'kon vak njëre. La ilaha illallah. Pe ka ki gudzim? Pe ka ki gudzim më musim me Allahun që shtu? Nëse nuk je duke e refuzu këjshin të në vlatër. Nuk je duke e refuzu babën tënë. Po je duke e refuzu zotin e babës tënë e babës tënë. Kryus të gjësisë.